Përshëndetje, ju njoj me shtypin e ditës për këtë të mërkur dhe 18 qershor. Në gazetën Telegraf mund të lexoni kë e ngre alarmin për presion ndaj drejtësisë dhe medias. Kryeministri Rama zogaj fshat artizanësh, peshkatarësh, atraksion turistik i Shkodrës. Doktor Vladimir Mici, Shqipëria po mburret vetëm me turizmin 3 muaj bregdetar, jugu i frikshëm me rritjen e pakuptim të çmimeve. Hapen 43% e kutiveve të votimit në shkallë vendi. Në gazetën Dita mund të lexoni Gazmend Bardhi dhe historia e vilës së mallkuar me balkon nga Adriatiku në gjirin e Lalzit, sa janë të realizueshme kërcënimet e Iranit për lobimin nga traktati bërthamor dhe blokad në Hormuz. Certifikimi, rinumërimi kutive me vota të 11 majit pritet të zgjasë deri në muajin korrik. Në gazetën Panorama mund të lexoni masat ndëshkuese e humbja e pronësisë së makinës kur nuk paguan taksat vjetore. Lufta Irani kërcënon me sulme të reja në Izrael, Trump kërkon dorëzimin pa kushte të liderit iranian. Forumi në Tiranë, mesazhi i BE-s për prokurorët: hetoni dhe ndiqni pa frikë krimin, po depërton në nivele të larta. Shorti publik, lista me 135 familjet që marrin shtëpi. Pranvere fshehur për sjatje për krijimtarinë e Ilir Cenollarit. Profesor Dr. Nazim Gruda pranohet në Akademinë e Shkencave të Lituanisë. Gazeta Panorama Sport hapet me lajmin me fat për kupat e UEFA-s, shorti për këdhel shqiptarët përballë kundërshtar të kalueshëm. Egnatia Peshkon, Breda Blikun tetova, kualifikohemi ne. Vllaznia kundër letonezëve të Daugavpils por dështon ndaj Deçiçit. Shkëmbi edhe më pranë qëndrimit bindet Halili, të kuq sfidojnë Nome Kalju, kalimi si detyrim. Idrizi u shkul veshin drejtuesve Bicit e kombëtarja e Ruandës. Analizë 4 periudat e futbollit shqiptar në një shekull. Dortmundi ngec sot në fush City, Interi dhe Reali. Inzaghi kishte firmosur para Championsit 115 akuzat. Faktet nxjerrin teorinë e re. Talenti Andrea Antonelli, një yll i ri ka lindur në Formula 1. Pesh ngritje, Kosova i falet Iranit, afron medalistin.